themi që biznismenat më të mëdhenj shqiptar na kanë ardhur në Kosovë? Po flas për komplet rrjetin. Po, nëse flasim për komplet rrjetin, definitivisht jena një rrjet ku jena rrjetizuar në shumë shtetet në diasporë, edhe këtu në Kosovë dhe biset shqiptare, dhe kur i merr parasysh të gjithë këto aktivitet, atëherë mund të themi se më të fortit. A duhet më gëzu se na keni pru pare? E di se, kur vin prej kyrbetit, na vin pare, na keni pru pare. Rrjeti nuk bjen pare, rrjeti bjen mundësi. Bjen hapësirë, për atë edhe thirrëm rrjet. Ne rrjetizojmë bizneset, prodhuesit tonë me vendet perëndimore. Okej. Po, me gjitha të mundësia është para, po, semi... Po, e tona me ato që thome herët, këtu realisht sot, apo që po flasim nesër, është konferenca, janë njerëz më të fuqishëm materialisht, ta dokumentoj këto pa problem, janë njerëz që kanë ide shumë të mira, dhe janë njerëz që dojnë me bo për Kosovën dhe për vendin e vetë. Do më thonë, nga gjitha shtetet, kemi edhe nga Australia në këtë rast, kemi jo vetëm nga Evropa, po kemi edhe nga shtetet tjera, jemi në bashkëpunim edhe me Amerikë, kemi qenë me Amerikë nga viti 2014, kështu që ato që potencohë më herët, po ta dokumentoj, apo ta argumentoj që është shumë e vërtet që kemi njerëz të suksesshëm. Tani nga gjithë trojet shqiptare ne dim historinë e emigrimit shqiptarëve. Të gjithë keni shku vetëm nga vetëm. Pa e pas idenë ku do të arrini dhe sa do të arrini edhe në biznes. Por tashmë ka ardhur koha, prej vitesh ju keni këtë organizim dhe ka organizime edhe tjera që e shihni një tjetrin, bëheni bashkë edhe i bashkoni forcat. Sa është i fuqishëm, po them, apo sa është numri atyre që janë pjesë e këtij rrjeti? A keni arrit të bëheni faktor që i ndihmoni njëri tjetrit? Po, në realisht kemi fillu nga viti 2014 që thash rrjeti i bizniseve, masa ne kemi bërë në çdo shtet, në çdo po flas për në çdo kryeqytet të Evropës nga një rrjet. Aty rrjeti ka bashkëpunuar, po flas për Londrës, unë jam në Londër. Okej, na shpjego pjesën e Londrës. Për shembull, në Londër na kemi filluar në 2014, ka qenë një vështirësi ti takosh biznise, se nuk ka pas biznise të mjaftueshme në atë kohë. Po me kalimin e kohës na kemi evitu, kemi kërku kush punon, çka punon, se në fillim kanë qenë skeptik për të lajmëruar te na, kush jemi, çka jemi, pse. Po tani e kam po që është e suksesshme, se çdo njeri që është në brenda rrjetit e ka suksesin e vet. Se aty lidhemi në mes vetimi, është produktive, domethënë, ai që vjen me neve, ai vetëm ka fitim. E njëjta sen është se connection të lidhet, nuk thuhet një fjalë, nuk është kush je, po ka një. Edhe kjo ka ndiku. Këto nuk e kemi shpik na, kjo ka ardhur nga Jahudit dhe Irish, irlandezët, na vetëm i kopjomi ata dhe fillon me njëjtë. Po shqiptarëve ka ngri nivel tjetër. Kemi para luftës, kemi qenë ndihma për shtetin, mas luftës kemi ndihmu një aspekt për të ndihmu familjet tona, tani mundohemi të ngrisim vetdijen që prodhimi dhe bizniset ndalin nivel tjetër. Se shqiptarët janë shumë suksesshëm. Kur them shumë suksesshëm, unë vetë fasionona kur shkoj për shkak ishim me Gjelin, me kryetarin në Stamboll, se çdo muaj e kemi nga një shtet. Edhe jam i fasionuar sidomos me Stamboll, me Rom, me Vjen, domethënë ka shumë njerëz suksesshëm, po nuk kanë pas ku të kyçën. Kjo është ajo ideja. Kanë funksionuar vetëm ashtu